Nuk shto. Është rritur mundi I viktimave të cilët kanë humbur jetën në këtë aksident tragjik. Numri I viktimave ka arritur diku në 5. Ju them edhe një këtë një informata jo zyrtare që na vinë neve këtu nga terreni, nga njerëz të cilët janë poshtë, nga njerëz të cilët po ndjekin të gjithë ngjarjen. Ndërka 10 të tjerë janë transportuar për në spitalin klinik të Shkupit. Ndërka që ekipet shpëtimtare të zjarfiksave, të policisë, por edhe qytetarët po kërkojnë ende se mos ka mbetur edhe ndonjë njeri I lënduar aty poshtë në autobus. Ndërsa tani ne do të tentojmë që të shkojmë edhe një herë poshtë për të parë më nga afër se çfarë po ndodh. Do të tentojmë që të gjejmë një rrugë më të sigurt për shkak se autostrada lart me rrugën rajonale poshtë është një lartësi të rreth 3 apo 4 metrash, e cila nuk mund të kalohet lehtë për të arritur deri tek vendi ku po qëndron autobusi.